Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur. Përshëndetje përfaqësues të medjave, qytetarë të Tetovës dhe më gjërë. Pra nesër në ora 19 fillon edicioni i 10 i festivalit të teatrit të Tetovës. Pra do të jenë 6 net, 6 shfaqje nga gjitha trevat shqipfolse dhe besoj do t'ja kalojnë bukur. Pra vinë shfaqje nga Prishtina, Terizaj, Gjilani, Presheva dhe Gostivari. Gjimo? Përshëndetje, me të vërtet është ndjenjë shumë e mirë kur qyteti vijon me festat në sferën e kulturës dhe kësaj radhe padyshim që festa e radhës në qytetin tonë do të jetë festivali ndërkombëtar i teatrit të Tetovës, ku siç e potencoi edhe drejtori, do kemi një përzgjedhje shumë të mirë të shfaqjeve këtë vit. Do jenë trupa të cilat e kanë dëshmuar veten në festivale të ndryshme dhe shpresoj që edhe publiku në Tetovë, por edhe gjithë ata të cilët do vinë nga qytetet tjera dhe nga rajoni për të parë shfaqjet dhe për të ndjekur programin e festivalit, të ndahen shumë të kënaqur. Besoj që i gjithë ekipi i angazhuar për organizimin e festivalit ka bërë më të mirën që gjithçka të jetë ashtu siç duhet dhe edhe një herë tjetër Tetova dhe teatri i Tetovës të dëshmoj se meriton të ketë një festival dhe një event të tillë dhe shpresojmë që ky lloj angazhimi dhe ky vullnet të cilin e kemi pasur këtë vit për organizimin e festivalit të jetë në nivel edhe më të lartë në vitet tjera. Drejtori përmendi trupat të cilët do të vinë, duke të shëdia qëllimisht apo lam surprizë, po do kemi edhe teatrin tonë i cili do jetë prezent në mesin e trupave, kështu që besoj që do kemi një festë të vërtet të teatrit për 6 net me radhë. Pra po vetëm Jo, nuk ka karakter garues, sepse edhe këtë edicion buxheti nuk ka qenë i mjaftueshëm që të ndajmë çmime. Edhe unë jam kundër festivaleve që bëjnë çmime, por i bëjnë pa pagesë çmimet. Unë mendoj se secili çmim duhet të ketë një pagesë, secili aktor apo shfaqje që do të merr çmim duhet të paguhet. Edhe ne ende nuk e kemi komoditetin që t'i paguajmë dhe unë mendoj se pa pagesë çmimet sigurisht nuk janë shumë të rëndësishme. A pse nuk ka një koordinim më të mirë, shembull midis teatrove, se për shembull shohim vetëm periudhën e fundit kemi pasur 4 festivale teatrove, kishim në Kumanov, në Dibër, mbron fillojnë Shkup edhe nesër do fillojnë Tetovë. Do të thonë publiku do të thonë ne jemi institucion dhe ky festival është në kuadër të institucionit Teatri i Tetovës, kurse festivalet tjera janë festivale që i organizojnë persona fizika apo OJQ të ndryshme dhe unë mendoj ata duhen të koordinohen me teatrin, jo teatri me OJQ-t. Sidoqoftë ne e kemi edhe një handicap që nuk mund ta organizojmë festivalin kur duam ne, sepse salla është gjatë gjithë kohës me aktivitete dhe ky objekt që është momental na dikton edhe orarin e festivalit. Do me thonë, si vit jubilar nuk janë të mjaftueshme mjetet e Ministrisë së Kulturës. Këtë vit janë ndarë 800.000 denar për festivalin, edhe ato janë mjete bruto, duke përpjestuar pastaj edhe me taksa që duhet t'i paguajmë, i bjen dikundi 700.000 denar neto. Për 6 net, 6 trupat vinë nga qytetet ndryshme dhe tu ambulojmë gjitha harxhimet. Mendoj se është jo e mjaftueshme shuma të cilën ne e miraton Ministria.